Pas eliminimit të Edit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, dinamika mes banorëve ka marrë një tjetër kthes. Zhvillimet e fundit kanë tërhequr vëmendjen e publikut, sidomos pas rikthimit të Limit në shtëpinë më të famshme në vend. Me hyrjen e Limit, Dolçe ka ndryshuar dukshëm sjelljen e saj, duke ju afruar menjëherë dhe duke shfaqur veprime të hapura afrimiteti. Këto gjeste dashurie nuk kanë kaluar pa pasoja, pasi kanë lënduar Albën, e cila më herët kishte qenë në një lidhje me Limin. Ndërkohë nga jashtë shtëpisë, Edi duket se nuk ka qëndruar indiferent ndaj këtyre zhvillimeve. Ai ka thumbuar Dolçen përmes një reagimi duke i quajtur atë mendjelehtë. Po ashtu Edi ka zgjedhur të shprehë hapur mbështetjen e tij për Albën, duke publikuar një postim në rrjetet sociale me mbishkrimin Go Alba. Një tjetër detaj interesant që ka nxitur aludime mes ndjekësve është veprimi i fundit në Instagram. Pas një vëzhgimi të profileve të tyre, vjet re se Edi dhe Alba ndjekin njëri tjetrin në këtë rrjet social, çka ka hapur diskutime të shumta në publik. Ende mbetet e paqartë nëse mes Edit dhe Albës do të linë një miqësi e thjeshtë apo diçka më shumë, ndoshta edhe si një formë hakmarrjeje.